Punimet e dorës, trashëgimia dhe pasioni janë themelet mbi të cilat është ndërtuar punishtja e Melihas në Vaun e Dejës. Një histori që nis që në fëmijëri dhe që sot është kthyer në një qendër të rëndësishme artizanati për zonën. E rritur me mësimet e dorës nga nëna dhe gjyshja, Melihaja e ka trashëguar këtë zanat si pjesë të identitetit familjar. Pas martesës, në vitin 1991, nevoja për të ndihmuar familjen dhe bashkëshortin e shtyu të hedh hapat e parë drejt sipërmarrjes, duke nisur me jorgan në një periudhë jo të lehtë për vendin. Me kalimin e viteve puna u zgjerua dhe një dyqan i vogël u kthye në një pikë bashkimi për gratë e zonës, të cilat nisën të punojnë së bashku. Në vitin 2020, kjo nismë mori formën e një qendre të madhe artizanale, ku sot prodhohen 10 punime tradicionale. Fillesat e mia ishin qysh, në faktikisht na jena rrit në një kulturë me punën e dorës, sysh vajz, na ka mësuar nana gjyshja dhe pas u martova lini ideja me nimu bashkëshortin, me nimu familjen edhe fillume me jorganat, me dorë, qepën me dorë, me punë tjera, jo qenisje, jo grep, jo gjë. Mas disa vitme arritme me hap një si dyqan të vogël, ku aty fillume të umlall gratë, dikush me punë dore, dikush me triko, dikush me xhupa dhe organizu u bë një qendër e madhe si asaj. Para sa vitesh? 2020, 2024 e kena hap si pikë ose unë kam filluar qysh 90-91 që jam martu, kam punu, deri në 2000 kam punu në shtëpi me jorgana me gjana, sa atëherë ishin ponat e vajzave, këta ishin, adin vazhdoshin më bë. Është një pasion i trashëguar? Është i trashëguar nga nana, edhe nevoja me nimu familjen. Si ka qenë ky rrugtim? Rrugtim i zorshëm, i lodhshëm, të rrit fëmijë, të shkollu fëmijë, adin ka pas ata. Kur e ke pasion, e bën me dashuri, e bën me kështu edhe ja del edhe. Në punishten e Melihas gjen qendisje, punime me tezgja, qilima, punime me riciklim, si dhe veshje popullore të realizuara me porosi. Kostumet tradicionale të mirditës dhe zadrimës janë ndër më të kërkuarat, ndërsa kohët e fundit është rritur ndjeshëm interesi për veshjet tradicionale dhe mbulesat e tavolinave. Sot, në qendër, punojnë rreth 5 gra, ndërsa të tjera punojnë nga shtëpia me tezgja, duke i mundësuar edhe grave me fëmijë apo atyre më të moshuara të jenë pjesë e procesit. Në total, rreth 17-18 gra përfitojnë të ardhura nga kjo punishte, e cila është kthyer në një burim të qëndrueshëm jetese për shumë familje. Punimet nga çunta këtu te na i kete tanë. Ke qenisje, ke tezgja, ke qëllimin, ke riciklimi, ke të tanë. Gjithë çka kërkan, nuk është se as kena veshjet popullore që bën me porosi, lek, kostumet mirditës, zadrimës, adin ke zonë këta kërkan, që japim me qirane për dashmen e për gjana. Është kthyer vëmendja drejt veshjeve tradicionale të cilat janë më të kërkuara? Të kohët e fundit a kthy vëmendja, edhe a kthy ma shumë se ashtu, si për veshjet, si për mulesat e tavolinave, si për punën e dorës, po kërkojnë grepin, po kërkojnë gjanat dorës. Aktualisht sa gra punojnë? Aktualisht, në këtë qendër jena 4 gra. Na kena 5 tezgjane për shtëpia që punojnë gratë edhe çojnë punën në për shtëpia. Si janë gra mosha të vjetra, janë nana me fëmijë, janë ndryshme. Jena rreth 17-18 gra mund bëhna. Cili është punimi më i vështirë dhe që kërkon më shumë kohë? Ta mulesat e tezgjahit, se duhet me fillu prej të enja, e të asho janë shallat e mnafshit që kanë afija shumë e hollë, e dhe të bëhet, këta janë shumë vështira. Prej 3 vitësh, punishtja ka hedhur një hap tjetër të rëndësishëm, duke kultivuar fshikzën e mëntafshit. Fillimisht në mënyrë modeste, por më pas me mbështetje institucionale, janë mbjellë rreth 200 rënj manash. Aktualisht, mëndafshi prodhohet për të mbuluar nevojat e brendshme të punishtes, ndërsa synimi është që në vitet e ardhshme të zgjerohet tregu edhe në Kosovë dhe Maltëzi, ku kërkesa për shalet e mëndafshit është në rritje. Po,
kena fillu ka 3 vite që kultivojmë shikëzën e mnashit. Kena fillu me pak i herë, mos i morëm i mbështetjen nga Ministria e Sipërmarrjes. Kena fillu kena mjell rreth 200 raj fidana manit, i kena për lulishte, kena mjell ku kena pas tokë. Kena zjerë, kena provu të 3 vjetë, kena provu në atë që kena shitit unë qendrë, kena mullu, po unë nuk arri me mullu tregjet se a fillimi. Shpresojmë që të 2 vitet e ardhshme dalim Kosovë, Malzi, tjerë kena kërkesa, se kena kërkesa. Ka kërkesa? Ka kërkesa Gjirokastra, Kosova, kërkojnë nashin, qojmë shallat e nashit, kena qu gjithkomë. Pjesëmarrja në panajire ka qenë një tjetër shtyllë e suksesit. Punishtja nuk ka munguar në asnjë panajir, të cilët kanë shërbyer si ura lidhse me klient, hotele dhe restorante, kryesisht për porosi mbulesa tavolinash. Sipas Melihas, panajiret duhet të organizohen rregullisht, pasi janë hapësira ku artizanët njihen, krijojnë kontakte dhe forcojnë bashkëpunimin mes tyre. Se na s'lajmë panajir pa marrë pjesë, edhe ata na kanë ndihmu shumë me bujtinat, me hotelet, me gjanat që na kërkojnë. Ta molesat e tavolinat, në bile kena që është një lokal, është i porositën lokalit tjera, jena të jabanë. Edhe ai kena shoja, kena godin marim, që mi dorëzu. Që kërkojnë lokalit? Me mbulesa, tavoline, shpiceta për rredimin e bujtinave të mos. Sa efektive janë pjesa panajireve? Shumë efektive, se të shef dikosh merr i porosi, njifesh me punën, është shumë efektive, sidomos të organizohet fakten panajir, nuk tham se kry mujt, se po është ka ata, po 2 herë në vjet, 3 herë në vjet bëhen panajiret më vana, si në Shkodër, si në Tiranë, gjithkohë tjetë, që të bashkohet artizanati, të banë bashkë, se sidomos zona Shkodër, zona jonë ka gra, që akoma punojnë. Një vërmendje veçantë i kushtohet edhe brezit të ri. Përmes bashkëpunimit me shkollat profesionale në Shkodër dhe Lezhë, organizohen kurse dhe trajnime për të trashëguar artizanatin. Edhe pse interesi ekziston, mbështetja për të rinjt mbetet thelbësore për të rritur motivimin dhe për ta mbajtur gjallë këtë traditë. Po, unë jam marrë me shkollën Hamdi Bushati, me shkollat e Lejës, me shkollat të përreth, po jo trashëgoj brezit të ri, po mundohem me bë trajnime, me bë kurse për me jo lanë brezit të ri. E shoh se interesi është, po jo në atë pikë sa me. Po dojnë, edhe këta të ri dojnë mbështetje. Ti mbështetjesh edhe për këta kurse të japish, i mbështetje të japish. Diçka simbolike ti mbështetjesh të rit, sa mi i bë që të njihen, se janë. Edhe të ofrohen mundësi mësonaj për punësimin e të rive që hiqen taksat nga bashkitë, të japin grande gjana të rit. Historia e punishtes së Melihas është dëshmi se pasioni, këmbgulja dhe puna e përbashkët mund të kthejnë traditën në zhvillim ekonomik dhe social, duke fuqizuar gratë dhe duke ruajtur identitetin kulturor të zonës së Vaut të Dejës.